Panairi ndërkombëtar i Tiranës, i organizuar nga Clip Expo Group, është kthyer këtë vit në një platformë të rëndësishme për investime strategjike dhe bashkëpunime të reja ndërkombëtare. Nga arkitektura moderne dhe teknologjia bashkëkohore deri tek industria e lehtë, Panairi ka tërhequr një numër të madh sipërmarrjesh të huaja dhe vendase me synim për të zgjeruar praninë e tyre në tregun shqiptar. Është hera e parë, ndoshta më e rëndësishme, sepse merret pjesë me një nga veprat më të rëndësishme që do ndërtohen në së fundi në Tiranë. Është një nga ndërtimet më prestigjioze të sjellura nga Studio Zvicerane e Arkitekturës Herzog dhe Meron, e cila është e njohur për cilësinë, standardin dhe reputacionin e lartë që ka në projektimin arkitekturor në mbar globin. Ky Panairi është një mënyrë e mirë komunikimi. Në këtë edicion, kompanitë e huaja shfaqin interes të veçantë për investime në infrastrukturë, energji dhe zhvillim urban. Jemi këtu për të ndërtuar partneritete me biznese shqiptare, sepse Tirana është një qytet me ambicie dhe me shumë talent. Panairi Click është një mundësi fantastike për të takuar drejt për drejt me njerëz. Mund të komunikosh online, por asgjë nuk zëvendëson kontaktin fizik. Ne operojmë në fushën e elektronikës dhe matjeve teknike. Kjo është hera e parë që marrim pjesë në Panairin e Tiranës për të prezantuar zgjidhjet tona për elektrifikimin hekurrëllor. Kemi shumë eksperiencë në këtë fushë dhe punojmë me kompani partnere në të gjithë Europën. Kjo është një mundësi unike për të prezantuar në një treg të ri me potencial të madh si Shqipëria. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar u shprehen optimist për zgjerimin e bashkëpunimit me bizneset shqiptare. Përfaqësuesja e dhomës së tregtisë të Malit të Zi theksoi se vendi i saj merr pjesë për të 8-ën vit radhazi në Panairin e Clickut. Kemi marrëdhënie të mira me bizneset shqiptare dhe jemi këtu për t'i afruar edhe më shumë dy tregjet tona. Panairi zgjat 4 ditë dhe presim më shumë kompani shqiptare të na vizitojnë. Panairi ndërkombëtar po dëshmon edhe një herë rolin e saj si një qendër e rëndësishme e nxitjes së investimeve dhe partneriteteve ndërkombëtare, duke reflektuar zhvillimin dinamik ekonomik që po përjeton Shqipëria.